Ta njerëz, është marrë për një dibrand që mos gatuje të paktën 4-5 herë në muaj jufkat e dibrës me pul. Unë këtë herë lash nam, u bën një muaj e xhim se si kisha bo, kështu që sot erdhi dita se më kishte marrë në malli me të vërtet. Këtu kemi marrë një pul fshati dhe e vëm të zihet me ujë e krep. Në si e shefni langu është super i verdh, dhe më thonë se pula është super e muar. Këtu normalisht dhe marrim jufkat e dibrës, dëshem të linë dibrë nalt, i fasim fort të pjekën, sa të marrin këtë ngjyrën. Ma mrapa dëshem langun e pulës, e shem langun, e lëm të zihet pak nalt sëbës, vëm copat e pulës, anë ma mrapa dhe e kalëm në furrë me 250 gradë, por diku ke 10-15 minuta, shef një vetë. Muar është të veni një letër tave nalt, në ato letrat që nuk ngjisin kekun e ato. Dhe më thonë, kjo ishte video, inshallah ka pëlqet, neve na bof muar, në më thoni se sa shpesh i përgatisni ju jufkat e dibrës. Jo vetëm se jeni dibron, po më thoni. Këtu më mrapa ishim unë e Sandra tu i hangër që je qova ke puna gati.